Berisha, do doja shumë të analizojmë dhe një vizitë që patën në Barcelonë të Spanjës në internacionalin socialiste, dy kryeministrat, Kurti dhe Rama. Njëri, Rama e glorifikoi Pedro Sanchez, një profil i qartë anti-amerikan, anti-Trump, dhe zoti Kurti që tha se duhet të përfundoj koha kur e majt ata qeveri, e djath ata qeverisë bote, ne duhet ta ndalim këtë me një farë mënyre doktrinë politike dhe nga atje japin kësi mesazhe. Në të njëjtën kohë, kur këto dy vende u bën pjesë e themelimit të bordit të paqes direkt nga rezultati. Çfarë mesazhe Kurti, çfarë mesazhe këto për dëgjoj, atë kujtohet kur e ka i deklarat në për këto rrjete. Cilët zon këto? Që e ka Kurti një deklarat në për këto rrjete kur thotë shqiptarët nuk i besojnë, nuk e duan Amerikën, as si besojnë. Kurti ka thonë. Në tenda po. Por e kanë frikë. Friguën me thonë s'dojmë. Shtu diçka, e ka thonë Kurti. Ka nga frika, po. A di mbi çka ka mbështet thonë, se Kurti nuk e ka studiu ka popullin shqiptar, s'ka të kapacitet. Nuk është një person shumë i aftë. Apo di, as ka pas mekanizma, kur ka thonë to s'ka pas as mekanizma. Mund ta trajtosh edhe si të tillë sepse fitoi mbi 51%. Jam dakord. Ka pse. Vish kujto ma mos ta. Ta shënej që tonë me simbolike e di që kam dashur këto. Jam dakord që ka fituar dhe kam fituar prap. Sa ardel e fiton. Po të kime pyet pse. Dhe a dini ku ka bazuar këtë qëndrim vetin? Në ndjesinë që ka ai brenda vetes. Sepse ai i frigohet Amerikës dhe i thot Amerikës si e mira, dikur i tha. Kur dul nëse mbanin me anon, kam bërë deklaratën në televizion shqiptar për Kurti në listën e nëngratave. I ka 181 ditë për reflektim ose shpallët. Pozitë kryeministit është. A kom thonë vitin 22-23, nuk e di saktë. Kom folë në televizion shqiptar është publike. Po. Dhe pas një kohë keni ndëgjuar dhe kjo është publike mediale. Vjosa Osmanin tek thot. Unë e shpëtova Kurtin nga nëngrata. Është e vërtetë edhe kjo? Po. Ka qenë publike. E shpëtoi taksativisht nuk ka thënë, por kur të doni kap në gjën e deklaratën e saj, kjo është. Po. E shpëtova nga nëngrata. Dhe këtë ka bërë përmes asaj strukturë që ta shikoj lidhen në Kongres. Pra lobi serb. Vjosa Osmane në lidhje me lobin serb. Kur thush kështu lidhje, me bëmë thonë po, del pak banale. Por kongresmenet që i kamish janë të financuar, se të edhin, se në Amerikë me lobime. Të financuar nga lobi serb. Lobi serb. Dhe shpëtoj Kurtin. Kush e shpëtoj tash indirekt? Kush bjen që e shpëtoj indirekt? Pra Kurti filloi me ndryshu kursin në Amerikë, lati ynë, kërësu e ke pa tash flet me një gjutë tillë, sepse ky vërtet i frigot Amerikës. Kurse ne jemi aleat, jemi partner. Kur na thoshte, e shpërbot u që kene, kujtohet e teoria ti, se jeni servila, vazal, jo ishim partner. Me shërbot, se a shërbot në thanë, a doni me majt kalashat e UÇK-s, a doni me marr armë të NATO-s. Dhe mençuria edhe politike, edhe ushtarake, me ato dije modeste që kemi pas ne, që kemi luftu, e që unë se konsideroj si jemi persona që kemi dëshmu shkallën më të lartë dhe dijes njerëzore, se s'kem pranu me jetu në Rëbëri, e kem luftu Rëbërusin. Pra, po megjithatë, u përcaktuam për armë të NATO-s, dhe i hoqëm kalashat e Jugosllavisë, të Rusisë, të Kinëse, të Shqipnisë. Se nuk bëhet mbrojtje, e sistem mbrojtje moderne me armë të shekullit kaluar. Ne jemi pjesë e një infrastrukturë të mbrojtjes një bote moderne. Pra, kursi i Kurtit, qëndrimi që ka mbajt, edhe në Spanjë, po edhe kur ishte në Greqi, në kuadrat internacionale socialiste, është në shërbim të politikave të BRICS, e majta dhe djatha, kur donë me i profilizu, me i dalu, du të mi trajtu çështjen e financave, taksave, politikave ekonomike. Kjo është. Me qenë se po jetojmë në një rend ku siguria është fokusi kryesor i botës sot në këtë kontekst tepër të lëkundshëm global, zoti Berisha. Sa është me rëndësi që Kosova të çojë mesazhin e qartë, jo të mjegullt para aliatëve të saj, para sponsorëve kryesor, për cilëve varet jo veç siguria jonë, por gjithë kontinentit. Për te ideologjisë që mund të ketë majta në Evropë, si që tha një miku im, analisti njëra, Frim Kasolli, gjithë historiku i
i gjithë dekadave konstaton që ndërhyrja amerikane në çdo vatër të krizës në lindjet mesme, në vend të gjirit atje, ka prodhu siguri për kontinentin evropian para së gjithash, për te kësa ideologjie të majtës që kundërshton të djathtën. Isha duke mbyllë veç çështjen e maj djathtë. Po, Për ti, se kanë politika dhe zor shkojnë te Pedro Sanchez, dy kryeministra të dy vendeve më pro-amerikane në Evropë dhe ta glorifikon njëri atë figurë politike anti-amerikane dhe tjetrit të kërkoj atje në internacionale që duhet jepet fund botës nga djatha. Red, në botë janë 3-4 familje politike. Është Internacionale Socialiste, janë konservatorët, që në Kosovë është Partia Socialiste, jona është Lëvizja Vetëvendose. Leti Hemi është intrigues, është emër të i partisë për të intriguar opinionin me atë termin vetëvendose, është Partia Socialiste në Kosovë. Është si e tillë ideologjikisht edhe në pjesë internacionale. Konceptin, ideologjin, filozofi është e majtë socialiste. Mu po më intereson interesi i shtetit. Po, ideologjia. Po ta sqarojmë këto. Si është mundun dy kryeministra që vendet të cilëve, vendet tona kanë përfituar më së shumti duke u bërë faktor i rëndësishëm në gjithë Ballkanin, kur ky faktorizim mungon të dekada më herët. Dhe të nxjerrin përfundime të tilla për të çuar mesazh të paqartë te aleatët tonë amerikan. Koka dhe gjeneza e majtizmit është në ndonjë vend majtë, si është Franca e tjera, por është Moskë. Në Moskë ka nisë revolucioni i tetorit, ai revolucioni i majtizmit i tetorit. Që kanë anti-cariste, ku dali, pra anti të djathtës konservatore. Bolshevizmi erdhi si... Kurse e djathta e ka në revolucionin demokratike gjermane, por ka në Washington kokën. Ka fillu me revolucionin luftën civile, e deri te instalimi i sistemit kapitalist të djathtë, konservator, që përfaqësohen nga republikanë dhe të majtë që përfaqësojnë demokratët, të cilët i kanë përkrahur edhe zoti Kurti, edhe zoti Asmani, edhe zoti Rama, e të gjithë. Por me ardhin e Trumpit fillun me lakuguan, sepse du të më përshtat, se këta e respektojnë Amerikën nga Afrika. Këta si individ, si grupim politik, jo kombje shqiptare. Na kemi alat, historik, tradicional. Prandaj, e majta promovon. Kadri Veseli tha shkova në takimin, në fillim ka qenë parti e majtë PDK-ja. Kur ulem, unë isha këtu, ofra me një personalitet më ka përmend, dhe Ivica Dacici ishte aty. Pra, në një familje politike, me Partinë Socialiste të Miloševićit, të spesje të ishme në popullorëshe, kur bëshin shpion në Serbisë. Në një familje politike, me spesjen e Miloševićit që ka bo luftën në Kosovë dhe krejt ato masakra që sot po mundohen me relativizu, me zvoglu. Dhe tha, veç, s'kum po kur gjo, veç kom byllit të zbam, në makinë të Tiranë, dhe kom thonë, s'jemi mot majtë dhe ka aderun konservator. Apo kuptëllojnë. Pra, këta janë njerëz që nuk kanë ardhur rastisht, po janë të suportuar nga ky burim politike, nga kjo familje politike. Se kur je pjesë internacionale socialiste, ti ke me zbatu politikat e internacionale së në shtetin tonë. Koncepti të bërit politika është i tillë. Pra, i Sanchezave, i Pasokut, i kush ose Daciçit, i çtyne. Ky koncept politik. Në memorin... Kjo është vllazëri, kjo është sekt. Me leja,